Ndërsa ne të njëjtën temë do ta diskutojmë tash këtu në studio bashkë me zotrin Habib Çori nga Komuna e Prishtinës, më saktësisht Drejtoria e Shërbimeve Publike, po ashtu Kreshnik Vesa, veterinar nga Qendra e Trajtimit Qenve Ndacak dhe po ashtu Blend Zhuri edhe veterinar. Ne do ta diskutojmë këtë çështje edhe me mbijetesën, do të thotë, edhe jetesën bashkë me kafshët Qenve Ndacak, por patjetër edhe rastin e fundit të cilën e diskutoi edhe Jehona në intervistë bashkë me Ilzën. Mirëmëngjes, mirë se na keni ardhur. Shumë kënaqësi që ju kemi këtu. Zotri Habib, goxha disa fjale dhe Ilza i tha për Komunën e Prishtinës, për trajtimin, mbledhjen e Qenve Ndacak, qendrën e trajtimit, çush e komentoni edhe rastin, por edhe patjetër edhe komentet e Ilzës. Po nisëm prej kësaj të fundit që për rastin asnjë se pranon këtë gjendje të tyre ose kes trajtim apo çfarë do forme të kes trajtimit, abuzimit me kafshët, e në veçanti me Qentë Ndacak që është një dukuri e përhapur jo vetëm në Komunën e Prishtinës, por është në tërë vendin që është, nëse i referohemi ankesave dhe kërkesave të qytetarëve, është bajagi shqetësuese, për arsye se ne para disa ditëve veç kemi pasur fushat elektorale në të gjitha komunët dhe thujse në çdo komunë është përmend problemi i Qenve Ndacak, trajtimi i tyre. Komuna e Prishtinës është më shumë më tepër e ngarkuar, them, me problemin për shkak të numrit të madh qenëve që e frekuentojnë territorin e Komunës Prishtinës, po ndoshta edhe një mund të jetë që edhe prurjet ne shohim që vazhdimisht ka prurje të reja, se kemi në për lagje të ndryshme ku është trajtuar ajo lagje para disa ditëve dhe për një kohë shumë të shkurtë numër 3 qoftë nanat me klesh, qoftë tracave të ndryshme, që është shumë shqetësuese dhe që kohëve të fundit, sidomos ta muajt e fundit, kemi kryesisht traca të ndryshme, pej pitbull dhe që përdin malinojs që i lshojnë. Ata kanë qenë në përkujdesje dikun dhe lshohen. Fatkeqësia është në atë se në vendin tonë nuk janë të regjistruar qentas me pronar. Ne kemi filluar të partë prej komunave që kemi filluar regjistrimin e tyre, gjithë ata që i trajtojmë të i vendosit edhe mikroqipin, mirë që të dihet që edhe nëse se kem të në një vend ku është i strehuar, por dihet që është i trajton. Me gjitha të procedurat që i parashe udhëzimi administrativ, i parashojnë normat e veterinarëve. Ne këtë problematik për atë edhe e ka marrë shumë me shqetësim edhe me seriozitet, sidomos prej vitit 22 kur ka fillu punën qeverisja e udhëhequr nga kryetari Rama, ku janë orientuar në shumë projekte në mënyrë që të vinë direkt te ajo jo është në zgjidhjen përfundimtare, se kjo merr kohë për me ardhur deri te zgjidhja përfundimtare, mirë po të fillojmë në mënyrë që gradualisht të arrijmë atë çka është e dobishme edhe nevojshme edhe për trajtimin e kafshëve, po në herët edhe për sigurinë e qytetarëve. Ne kemi shumë ankesa, sidomos për fëmijët që secili është i shqetësuar për këtë, që të secila shkollë ka lëvizjet e tyre dhe momentin që lëviz qoftë një apo në grumbuj, shqetësimi shumë është i madh e i banuar. Për atë arsye, këtu shumë përmendin edhe nga parafolsja që janë shpenzuar shumë miliona pa efekt. Atë nuk pajtohen për arsye se është vetëm një komunë apo prej gjitha institucioneve që ka fillu trajtimin mas serioz. Po, ka pas sipas jush efekt kjo dhe pastaj edhe dhënia e 50 eurova, apo sa ka qenë shuma e personave të cilët i adaptojnë këta Qenve Ndacak? Efektin unë kisha me lë më shumë në dorën e 2 ekspertë, për arsye se këta janë ata që e vlerësojnë, mirë po ne do t'i referohem asaj që ne kemi pasur bashkëpunim shumë të madh me shumë organizata, me shumë ekspertë, me udhën e veterinarëve, me Agjencionin e Veterinës, Ministrinë e Bujqësisë, me zyrën e kryeministrit, me Ministrinë e Pushtetit Lokal, që jemi munduar të avancojmë projekte, s'poko aja që na kemi kërku bile kastrim sterilizimi mirë, po të bët në tërë vendin njëkohësisht, jo me aksione,
edhe me kontratat veçanta mirë, po këtë të jetë permanente, e vazhdueshme. Para se të kalon të kjo pjesë, çu komenton një rastin e fundit edhe çka ndodhe? Cilat janë hapat që ndërmarrë deri tani? Në momentin që se shumë shpejt e kemi marrë informatën, na kanë dërgu video, të unë personalisht, edhe në mene në kam kontaktu, përshqy se këta jenë ata që mund ne kemi strehimoren, që ata dishtë me ordë edhe deri të kjo pikë, përshqy se ne qysh në fillim në mandatit të kemi fillu ndërtimin e strehimores, e cila është licencuar prej Agjencionit Veterinës, njëkohësisht i është bashkangjitur dhe parë kur pjesa tjetër, që qënë sidomos ato që me agresivitet më të lartë, apo që shkaktojnë probleme, në përlagjet të strehohen aty dhe të socializohen me kafshë tjera që janë në qëndrimat. Dhe momentin që ne kemi pranu informatën, e kemi dërgu ekipën prej qendrës, kanë kryu ato mundësit e tyne, i kanë përdorë për atë, dhe në fund që ka është kërku prej neve, pasi që i kemi pajisit, qendra është e pajisnë me gjitha mjetet e nevojshme, është kërku të bëhet një autopsi dhe këtë kanë kry eksperti që e kemi një të angazhuar për mes kontratës. Dhe në basë të autopsis? Këtë e komentarë në eksperti unë nuk po ka të termat shkencore nuk i njëfë për aty se si jam jasoj laminje. Po. Pra qendra është e pajisur me krejt, po vazhdoj së barit e Zotri Vesa, me qënë se po flasin për komunën e Prishtinës, folëm edhe për trajtimin e qendve e Ndacak, që sheshe një gjendjen dhe edhe rastin e fundit që ndodhe. Gjendja paka shumë është duke u përmisuar, s'paku shka na kemi vrejtur dhe kemi punuar vazhdimisht. Qendra është e funksionalizuar nga shtatori i vitit kaluar, do më thonë është pothuaj se 14 muaj dhe për 14 muaj janë trajtu një numër relativisht i konsiderueshëm i qendreve të cilët deri dje, dhe i para hapjes së qendrës nuk kanë pas trajtim serioz, si për ka shëndetit tyre, sterilizimi dhe çdo gjë tjetër. Duke marrë parasysh krejt to, qendra i posedon gjitha pajisjet të nevojshme, themi më modernet në Kosovë, të cilat i përdorin për ekzaminimin e qenve, trajtimin e tyre dhe për kujdesin e tyre. Dhe më thonë, deri në vitin e kaluar, themi para shtatorit, një funksionalizim, para funksionalizimit të qendrës, qendë nuk kanë pasur mundësi që të marrin, shembull të azojmë një shembull banal, analizat gjakut. Në pothuaj se se cili qenë, të cilin ne dyshojmë që ka ndonjë smundje që na vyn, na nevojitet për përcaktimin e diagnozët, analizat e gjakut, i kemi mundësin me a bërë, kemi edhe pajisjet tjera. Ashtu sikur edhe për autopsin, apo jo? E keni bërë jo, apo dy kushtitet? Po, autopsin e kemi bërë ne. Dhe si pas autopsis, qka ka rezultat? Thëmë drejtën, nuk e kam problem, raporti autopsis është i dërguar në kanalet zyrtare ata cilët janë të interesuar të marrin, Komuna Prishtinës, Agjensioni dhe Policia Kosovës, dhe një kopje kemi rujt për veti, po në bazë të informatave që i kam, policia në ka rekomanduar që në këtë fazë të hetimeve të mos bëjmë publika asgjë, mirë po ajo është një dokument zyrtar që do publikohet herët avon dhe gjitha faktet janë aty të shënuara. Për ata të cilët duan të lexojnë dhe tash edhe në këto momente munden me gjetë. Zotri Zhuri, flasim pak se tash ka filluar dhe sezoni pak më i ftohtë, është ndoshta edhe rrezikshmëria pak më e lartë për ndoshta ngacmime edhe të qenve për në anën tjetër edhe sulme ndaj njerëzve nga qenë të Ndacak, ç'është të sillemi në këto raste edhe çka duhet me bëni? Në këto raste, me qenë se jemi duke futur në stinën e dimnit, është e vërtet që mundet me rritë rreziku pak prej sulmit nga qenë të Ndacak, për shkak që qasja në ushqim edhe nuje qenë në Ndacak në këtë stinë të vitit është shumë e vështirë se sa për shembull ta zonë stinën e verës ose pranverës, dhe normalisht që kafshë pastaj qeni është kafshë territoriale dhe për me gjetë atë ushqimin që ka nevojë mundet me shku prej një territorin tjetër, dhe këto raste pastaj mund me sjell edhe përleshje mes qenve për shkak të territorit, sulme, incidente ndaj njerëzve, për shkak që ndoshta edhe qeni nuk e din se në çfarë vendi është, pa është personi që është afër aty duke tentuar me marrë ushqimin, apo është mitësorës. Është mitësorës, armitësorë në raport me qenin.
Prandaj, çka duhet me bo në këto raste, në rast të ndonjë sulmi eventual, faktikisht nuk rekomandohet me bo ndonjë reagim i madh, për shembull me tentu me sulmu pas qenim, sidomos nëse kemi të bëjmë me llava të qenve, por nëse kemi për shembull qoftë një shishe apo një çantë në dorë, diçka që mundet me bu pak zhurmë, sa me i friksu, me i largu qenë prej atyjet, do me thonë rekomandohet që me u bu këto veprime dhe normalisht asë një moment mos me u këthy shpina prapa për shkak që nuk i dihet se qysh edhe qenë e vlerëson atë situatë dhe qysh mundet me reagu faktikisht ndaj njerit. Mirë po me qenë se tani është edhe stina e dimrit çka mund me bu një si qytetar, mundemi me vendus ndoshta pika ushqimore në vendet ku janë ma letë qasshme për qenë ato mbetjet ushqimore që i kemi në për shtëpi. A mundemi edhe ne këta me bu? Pa tjetër, secili qytetar mundet me bu këtë punë në mënyrë që me i kontribu faktikisht kësaj problematike që është jo e vogël. Do të ne po kontribuojmë për mirë, nuk është se po i mbajmë edhe po i grumbullojmë atë. Po i qetësojmë qanta dhe po i japim ushqim në mënyrë që mos me i sulmu njerëzit. Absolutisht. I ofrojmë qasjen ushqim edhe në ujë të pishëm dhe rrjedhimisht edhe sjellja atyre normalisht që ata janë më të butë për shkak që kanë ushqim, kanë ujë, edhe ka shumë më pak mundësi me shfaq sjellje agresive, qoftë ndaj njerëzve, qoftë edhe ndaj qenve të tjera aty. Sepse ne zakonisht i kritikojmë ata të cilët po ju vendosin ushqim qenve, madje edhe tek pikat e ushqimit të cilat kanë qenë të vendosura, çdo herë kemi pas kritika si qytetar. Apo funksionojnë këto? Pikërisht këtë deshta të shtoj pak që ne kemi kontakte me aktivistë të lagjeve të ndryshme, cilët edhe për kujdesin, për ushqim, për ujë, edhe gjatë sezonës të verës, është nuk është vetëm tash sezoni e dimrit, por në sezonën e verës, sidomos kur është që ne disa vitet e fundit jemi t'ju përball me temperaturat larta gjatë verës, edhe ndoshta nuk është shumë për ushqim sa është për ujë. Nevoja për ta. Dhe ne dim që Prishtina nuk ka të vende ku kemi lumen që mujnë ose ujra sipërfaqësor që jenë të pishëm dhe për mujnë me i shfrytëzu një kosisht aty u kofsh. Mirë po ne jemi për kujdes për këtë problematik, atë sa kemi sa është vlerësu që në për këto pika të qitet si pika ushqimi, ujë dhe ushqim që është i prodhun vetëm për ushqim të kafshëve. Ato jenë të i funksionu dhe nuk është që ka probleme rreth tyre, mirë po problemet ma shumë të ushqimi paraqiten ku është koncentrim edhe i banorëve ma shumë. Tash është një pjesë e banorëve, numri më i madh i banorëve është që ankohen pse këta piju qesin dhe po grumbullohen qenë të po vinë këtu. Tash unë shumë pajtohem me ato, se këta e dinë edhe ma mirë se janë edhe ekspert të fushës, mirë po nëse është i ushqyn edhe kafshë edhe kush dhe që është, edhe të njerëz nëse ne dim lufta për ushqim çfarë bëhet, në tërë ruzllin toksor, lufta për ekzistencë bëhet. Prandaj edhe te kafshët, sikur ti shumë gjithë ma miqësor, ti jemi shumë atë afërt me ta, qoftë në aspektin e ushqimit, po edhe në atë formën e paraqitjes ndaj tyre, kishëm me pas problemin shumë më të vogël. Mirë, po ajo që është pak, unë kisha me thonë shqetësuese që në nivel vendi, pra, por asnjëherë nuk jam tërheq për kësaj që problematika duhet të trajtohet në nivel vendi. Jo të fillon vetëm në një. Po nuk tash tana kritikat janë te Prishtina. Pra sy se Prishtina ty ju mundu me bën diçka. Nuk e kemi bërë dhe këto se ka pas buxhet të prunë Prishtina dhe hajti harxojmë parë dikun. Mirë po numri i madh i banorëve, nuk është vetëm aty në rezident, por ata që kalojnë, ne kemi shumë raste të kafshimeve që janë të komunave tjera, qoftë të QKU-ja, qoftë gjatë rrugës, studentat prej vendeve të ndryshme, nuk është që jenë të atakun vetëm qytetarë cilët jenë rezident komunën e Prishtinës. Për arsye se është kryeqytet dhe grumbullon qytetarë prej gjitha viseve të vendit. Po, jemi Prandaj edhe jemi, qysh me thonë, ma në qendër të fokusit. Mirë po ne asnjëherë, ne kemi marrë pjesë në hartimin e strategjisë për trajtimin e qenëve ndacak, edhe në hartimin e 2 planeve dhe veprimit që kemi bërë zbashku me prej zyrës kryeministit edhe ministrit për kace,
bashkë me Agjencion e Veterinës dhe aty janë planifikuar të ndahen mjete në mënyrë që nëse nuk trajtohet me komunat rreth Prishtinës, atëherë ne jemi ty e bë punën, mirë po nështë del edhe ajo që thot janë ty bë punën këtë. Unë e thash edhe pak më herët që ato se sa ndikon, apo sa ka ndiku këtë trajtim, që prej 2020-ës janë vetëm me kontratat e kastrim së realizimit, jo që janë fjallë, po të gjitha janë të verifikuara me numër të mikroqipit, me fotografi, me të gjitha. Edhe të gjitha këtu i kanë posë edhe fondacioni, i kemi dërzu këto Po të fondacioni drejtave ka shë, po. Mirë po nëse trajtohen 3650 që i kemi shënimet sakta, mandej kemi vazhdu me projektin tonë që tash është për me pos vazhdimisht, na jo vetëm me kontrata, po të kemi vazhdimisht trajtim tyre, e kemi përmes ndërmarrjes gjelbër, është licencu strehimorja dhe tash është ekipa që është vetëm për këtë punë që merret. So ka ndiku kjo, unë e kisha lënë të përgjigjen 2 ekspert, për arsye se unë vetëm një, nëse janë dikun rreth 5000 kafshë të trajtuara, të 2 gjinive, nuk mund të them se tash vetëm ka një, nëse është shtu prej tyne, do t'i kishim 10.000 kafshë. Tash që do të kishin qarkullu në për Prishtinë. Mirë po shtimi i tyre është shumë më i madh se që ne mund ta paramendojmë. E kuptoj, kjo është një temë mjaft e gjerë për me u diskutu, të cilën e kemi diskutuar edhe herave të tjera, qoftë përmes lidhjeve direkte, qoftë edhe përmes storieve, madje kemi trajtu stori edhe në qendrën e trajtimit të qenve ndacak, po për shkak të minutave që i kemi pas të kufizum, kaq ishin informatat cilat i ndam gjatë kësaj bisede me ju. Faleminderit shumë për kohën, faleminderit për krejt informatat cilat i keni nda me shikuesit e emisionit Mëngjesit. Knaci dhe uroj që rastet të tilla, vrasje të qenve ndacak mos të ndodhen më, por edhe në anën tjetër sulme ndaj njerëzve mos të keme, për shkak se dhe ato kanë qenë mjaft të shpeshta, sidomos viteve të fundit. Knaci që ju patëm studio. Faleminderit shumë edhe një herë.